Kryeministri Kristian Mickoski thotë se duhet të turprohemi dhe të skuqemi para Strasburgut nga gjykatësit dhe prokurorët e komprometuar. Këtë koment ai e dha pasi ish-ministri nga radhët e partisë së tij, pjesë e garniturës së vjetër të VMRO-s dhe e dënuar me burg në rastin Tanku, Gordana Jankulovska, njoftoi se Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg po e shqyrton procesin gjyqësor kundër saj për blerjen e veturës së blinduar zyrtare. Mickoski theksoi se në sistemin e drejtësisë nevojiten reforma thelbësore e jo rritje pagave, të cilat, siç tha, janë ndjeshëm më të larta se paga mesatare në shtet. Vërejta se në kumtes qartë thuhet se kanë vërejtje ndaj procesit, mënyrës së gjykimit, shkeljes së të drejtave të njeriut dhe se hapin lëndë për të shqyrtuar atë proces. Do t'ju rikujtoj se për raste të tilla ne flasim prej kohësh. Këto janë ata gjyqtarë të cilëve u duket e vogël paga dhe kërkojnë 2 fish, 3 fish më shumë, të imponuar politikisht dhe të kapur nga qeveria e mëparshme. Ish-ministria e brendshme e VMRO-s Gordana Jankulovska në profilin e saj në Facebook kishte shkruar se hapja e rastit nga gjykata e Strasburgut nuk është vetëm konfirmim i gjithë paligjshmërisë dhe pandërgjegjshmërisë së instalacioneve të qeverisë së mëparshme në gjyqësor në lidhje me atë, por siç tonë është konfirmim se ato instalacion ishin mjet më i fuqishëm për arritjen e qëllimeve të asaj qeverie. Edhe pse kanë kaluar gati 5 vjet që kur paraqita kërkesë në GJEDNJ dhe unë kam duruar një dënim të padrejtë drakonik dhe dëmi që kam pësuar në aspekt privat dhe profesional nuk mund të kompensohet. Njoftimi se këto shkelje janë njohur nga GJEDNJ është një satisfaksion i imi personal. Ndoshta më në fund ata me 2% besim do ta marrin mesazhin se nuk duhet të shërbejnë interesave dhe agjendave të askujt, sepse qytetarët i paguajnë për t'i mbrojtur, jo për t'u shkelur të drejtat e tyre. Gjykata e Strasburgut në të kaluarën ka gjykuar shumë raste nga qytetarët e RMV-s, duke vendosur në favor të qytetarit, dhe shteti ka paguar dëmshpërblime për dënimet e shqiptuara nga gjykatat vendase. Përndryshe, Jankulovska është njëra ndër ministret më me zë në qeverinë e Gruevskit, të cilën shqiptarët e mbajnë mend mirë, sidomos për deklaratat e saj për rastin Monstra. Për rastin për të cilin është ankuar në Strasburg, ajo që kur ka nisur ky rast e deri në vuajtjen e dënimit, për shkak se përkoi me periudhën që ajo u bënën dhe kishte një foshnjë të vogël, nuk la mundësi ligjore pa shfrytzuar për ta lehtësuar rolin e saj si në procesin gjyqësor, si në shqiptimin e dënimit, ashtu edhe në vuajtjen e dënimit me burg.